Partia Demokratike ka reaguar ashpër ndaj kreut të kuvendit Niko Peleshi duke akuzuar për përjashtimin e opozitës nga delegacioni zyrtar i kuvendit të Shqipërisë për një vizitë në Bundestag. Sipas deklaratës së grupit parlamentar demokrat, në 4 mars kryetari i kuvendit kishte kërkuar nga Partia Demokratike që të propozonte 2 deputet për të qenë pjesë e delegacionit. Në përgjigje të kësaj kërkese, opozita kishte dërguar emrat e deputetëve Tomor Alizoti dhe Klevis Balliu. Megjithatë, sipas Demokratike, në një veprim që e cilëson të paprecedent, Peleshi ka vendosur më pas të përjashtoj përfaqësuesit e saj nga delegacioni pa dhënë asnjë shpjegim. Demokratët pretendojnë se emrat e tyre janë hequr qëllimisht, duke lënë jashtë përfaqësimit institucional grupin më të madh të opozitës në kuvend. Në reagimin e saj, Partia Demokratike konsideron këtë veprim si një cënim të standardeve demokratike dhe bashkëpunimit institucional, duke theksuar se përjashtimi i opozitës nga delegacione të tilla dëmton përfaqësimin pluralist të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, pavarësisht këtij zhvillimi, Partia Demokratike tha se nuk do të ndalet në angazhimin e saj me partnerët ndërkombëtar dhe do të vijojë të mbajë kontakte dhe komunikim të drejtë për drejtë me ta jashtë kanaleve zyrtare të kuvendit.